me që po përsërit edhe një pyetje edhe që mos shqetësoheni sepse kuptoj që jeni shumë shqetësuar pse unë nuk jam atje, se mezi prisnin që unë të më shikonit atje. Në fakt unë duhet bëja një zgjedhje midis t'i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se Zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga Zoti Mediu në fakt që të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që Zoti Mediu rrini i qetë, analizat i kanë bërë ata që na kanë ftuar dhe ne nuk na ardh akoma koha të analizojmë ata që na ftojnë. Po Zoti Mediu, 2 minuta. E para, replik. Në qoftë se ke vesh të dëgjosh tash që jam absolutisht dakord që Shqipëria në partneritetin që ka me Shtetet Bashkuara duhet të jetë pjesë e Bordit të Paqes. E dyta, besoj që është shumë e rëndësishme në iniciativa të tilla të dimë se ku jemi dhe për çfarë jemi. Në qoftë se marrim për granted se dikush na ka ofruar diçka dhe nuk bëjmë analizë tonën, kjo nuk tregon ndonjë mençuri, biles tregon të kundërtën e kësaj. Edhe besoj që do të ishte shumë e vlefshme, i nderuar zoti Rama, që kur flasim për gjëra të tilla, të ketë një diskutim pak më të gjerë dhe më substancial, sepse çështjet e sigurisë nuk janë çështje tuaja personale. Janë çështje që janë të interesit të vendit dhe më tej se kaq të interesit ton kombëtar. Ky është shqetësimi im, mund të jetë tërësisht irrelevant, por thasha ka një analizë në raport me këtë çështje. Në qoftë se të tjerët i kanë bërë analizat, i kanë bërë në këndvështrimin e tyre. Ne si shqiptarë na takon që t'i bëjmë këndvështrimin ton. Dhe besoj kjo është normale për një kuvend që ta shoh dhe në këtë këndvështrim dhe nuk shikoj asnjë gjë të tepërt në atë që unë thash. Për sa i përket pasaj lidhjes me rrugën e shpresës e tjerë, e kam pasur dhe kam kënaqësi që të bëj çdo gjë që është e mirë dhe mundshme për vendin tim në çdo raport ndërkombëtar apo edhe politik brenda dhe jashtë vendit. Zoti Berisha, pyetje. Të dashur qytetarë dhe qytetare, kjo seancë sot në vend se të dëshmoj atë që duhet dëshmoj, qëndrimin ton luajal në çështjet e sigurisë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerësimin ton maksimal për njërë nga paqat më të vështira në historinë e paqes, siç ishte ta quajmë anëpushim, ndërprerja e luftimeve në Gaza, figurat butaforike Palloshi i Belindës i jep kësaj seance Zoti nuanca, të lutem, fjalën e keni vetëm të lutem, për të bërë pyetje. Sa ai ka fat Palloshi? Pyetje, vetëm për pyetje. I ka thënë Belinda, jo unë Palloshi. Është minutazhi. Sepse shkruani aty të pyesu ty tani pyetja ime. Atëherë zoti Strazimiri, ke pyetje? Zoti Strazimiri. Ke pyetje? Nuk ka pyetje. Atëherë edhe përgjigjen e pyetjeve e morëm nga kryeministri. Fillojmë diskutimin, prezantimin nga nismëtari zonja Elisa Spiropali, ministre për Europën dhe punët e jashtme, pa kufizim kohor, sipas neni 73.2 e rregullores. Përgjigjja u bë, zoti Bardhi. Zoti Berisha, ju lutem, zini vendin. Lironi foltoren. Të fillojmë seancën.
Mos pengoni seancën plenare. Zoti Berisha ju tërheq vëmendje sipas rregullores. Tërheqje vëmendje, lironi foltoren. Jeni pa mikrofon, lironi foltoren. Zoti Berisha në bazë të rregullores ju jap vërejtjen e dytë. Masa e dytë, vërejtje. Zoti Berisha, lironi foltoren. Lironi foltoren. Lironi foltoren. Jeni pa mikrofon, lironi foltoren. Nuk po dëgjon njeri. Zoti Berisha, lironi foltoren që mos ndërpresim seancën për shkakun tuaj. Fjalën e ka nismëtari, zonja Eliza Spiropali, Ministre për Europën dhe Punët e Jashtme, pa kufizim kohor sipas neni 73.2 e rregullores. Zoti Berisha, nëse nuk lironi foltoren, do kalojmë në masën e tretë sipas rregullores. Masa e tretë sipas rregullores, nëse nuk lironi foltoren, është heqja e fjalës për ditën e sotme. Do humbisni shans historik të flisni ditën e sotme. E kuptuat? Zonja Spiropali. I nderuar kryetar, të nderuar deputet të dashur qytetar. Sot nuk jam këtu thjesht për paraqitur një akt ratifikimi. Jam këtu për të folur për një moment që pas një egzagerim ka pesh për mënyrën se si Shqipëria po shihet dhe po dëgjohet në botë. Pak ditë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka drejtuar kryeministrit Edi Rama një ftesë që nuk është e zakonshme. Një ftesë që e pozicionon vendin tonë si antare themeluese të një mekanizmi të ri ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes. Kështu që është ju gjithmonë para kohe. Jo për të marrë pjesë formalisht, po për të qenë e ftuar përtej simbolikës. Për të qenë aty që në fillim në ndërtimin e këtij mekanizmi. Kjo ka rëndësi. Dhe dua të them qartë që në fillim, kjo nuk është çështje partie, nuk është çështje maggioranca apo opozite.